Tash Liri kishte bëj parashikim bukur për që i dolën llavet kokër vlla. Ajo kaçja funit që doli në fund. Si të duk. Okej, Mateo, deri diku. Po përgjithësi ajo kaçja. A meritosh me dalë deri në fund? Po faktikisht ka pas shumë edhe lojtarë të mirë që shumë u dorëzunin vetë, më thojza, e lanin lojën. Shumë u eliminunin gjatë rrugës që mendoj që kanë kënë potencial për me kënë në finale. Për shembull Lorna ka kënë shumë vajzë debateve xhanave, mendoj që ka kënë a do të paktën deri aty ku shkoi Brekena minimumi, a do të shku Lorna. Po tamam. Masajna Stine se di pse u mërzit sepse edhe Stine kishte atë debat pa i kishte me qytetari, domethënë. Është tip ajo, por është tip, nuk është se di, duke njoft Nestin, natyra e tij është çik ndryshe nga ajo e Bikut. Sepse kur ne shikojmë nga jashtë. Edhe kur e shikon nga jashtë ti gjithmonë e mendon që po ti isha aty të bosha kështu. Mendoj si shumë zëdni për atë format, shumë zëdni. Aty është e drejta. Edhe ndoshta kjo e Nestit ndoshta është një keqardhë pse seci më shumë, apo një diçka. Se sa po prap ishte qindnezi sepse bani malin Mazvedit, bani po është figurë. Është figurë. Edhe nisi shumë bukur me atë natyrën e vet. Por Nesti nuk di të ndret plak. S'pohet do të Nesti agresiv apo. Po zbat ishte domethënë ishte ka natyrën e vet shumë chill, shumë tipik ajo që bën dhe muzika që bën është në të njëjtin nivel ritmi siç ka natyrën e vet ai, edhe është shumë perfekt. Shumë për Nestin për shkakun kisha dashur me jes më shumë sepse ishte edhe vlerë. Por Lorna, vjen keq për Lorna ka luftuar shumë. Ajo pjesa 4 është Selina Miri u rrotullu Biku, domethënë nisi aty. Ndoshta i mungën një që i ndavi ata shtretën që ishte Kristi që i rshkiti aty i bënin dy bashk. Po jo i rshkiti aty i bënin dy bashk. Po Kristi, se di, ishte një i llastumi i shtëpisë mendojnë. Disa mund të thojnë për Ogirdhin që ishte i kaloi kornizat e se merituante me kënë finale, shumë arrogante, por mendoj që ndoshta kishte kënë Miri, Selin, Kristi edhe Lorna, që kishte kënë një katërshe kaçë mirë. Katërshe flok. Kristi e murri vetin se bile mund të thoshin ata shok çka kishin me të se ti rrite se në fillim debatet e para i kishte me mua. Po kishte oratorin e prime, edhe ajo pjesa ku ndavi shtretit u bë faktor, ajo pjesa lexoj zarfin e parë, edhe mundësi që u lanen sepse i kanë dhënë mundësi Kristit sa si kanë dhënë tan banorëve. E drejt. Unë i thash bile i batut Nipçe, djali vëllait mall. Po tamam. Nisa nedi mori atë që deshi, doli mi pikë caktu me filloi koncerte, domethënë e luti se kam punë me dy topa. Se kam punë koncert. Alo. Se ka filluar me live-in e Jebul. Pse të ketë net? Nuk e di se kam punë në koncert. A thu me çfarë? Seriozisht. Okej, varet se ka planifikuar pra. Po materialin nxorri klipe diçka e tillë. Mëra pasaj, edhe se do shfrytzuaj piku zhurmës, a? Tashi u fute në një farë forme feedback-un kur dalë do ta marrësh. Po tjetër, po unë kam ndër diçka, nuk ishte çmimi final, ndoshta unë kisha nevojë më shumë se ton për ato situatat e mia atë çmim. Po me tall falemindesh Big Brother për mundësinë që ma vallon Petrina Goric, që është një vajzë artiste, por me dhona shumë dorë, si Illanin Kristit. Edhe mu treguash mos mirënjohës, me alon atë lojën gjys, është duket vetë si mercenar, domethënë hinë në luftë i herë 2, 3, 4. Ishte mirë, dhe forma se si doli. Ai doli halla gjesti, gjimon nga muri, ai muri është po mirë tha ai do t'i vëmë kështu, ai kangjalla, edhe është në rregull. Po 3 herë nga muri, i herë do të prep medalje, po nuk ishin ata, domethënë ishte edhe shumë gjëra tjera, se kur i aty shef e kupton, po se di atë support që kishte Kristi gjëna me ja help poshtë Big Brother.